une i meri sot i përgjigjem intervistës 30 janarit me Baton Haxhiun, disa kundërthanjeve. Spari kisha me ju përgjigj Milajm Zekës, që ai mas tepërmi u brengas dhe foli rreth asaj interviste. Milajm, spari do filloj me ty. Ti Milajm, kur ke dalë në Gzil, ty të ka qitë udhba Jugoslave. Janë njerëz të gjallë, janë dëshmitarë që ta thonë në sy. Milajm, për herë pari mi takua në protestën në Vijen, kur isha unë, Rifat Jashari, Maksud Saramati, Gjafer Basha, zgjet Ndokët edhe Shaban Shkati. Aty jemi taku të ambasada shqiptare dhe fort në mu shëmenën që te je ndjekun nga udhba Jugoslave. Ato ishin konkret rena tuat, ish kontra ti, të ishte dalë me në shpionu neve shka në atë kohë luftëshin për Kosovë dhe Republikë. Milajm, ne edhe these mu më njek udhba, ne të bon vend në minhend strehom një familje, ku aty e kesh përdore, shkele bukën, edhe u duft me të përzapi aty, i ke shkove për Francë, për Suedi. Ma vonë në Suedi atje, je marë me vizitkarta të jatit Beogradit, kur njerës të kanë thonë, a me këta po punën, ti ke thonë, kush mje para, unë për ato punëj. Milajm, do i bim pak si trup. Erdhë lufta në Kosovë, erdhë në Shqipëri. Milajm, shumë keq, lexohet konga. Ty, Milajm, të përmendë termi për vrasjen e ministrit mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Ja këtu, atë kujtohet. Ndërkombëtar ta përmendin emrin ty këtu. Shumë keq për ty, Milajm. Ti, Milajm, nuk përfundove. Ti vazhdove me tradhtit tua, me marrët tua, që kombi nuk i ka. Atëhere, Milajm, do kthehem tash ma ofër. Erdhe atë ditë kur ai shoku yt na lidhi me telefon, ne dyve, dhe folëm për herë parë mas 20 vitesh, ti the se une ju munu, ju më konë të ti australitet që ishe të une, atëherë kur kisha shkru një gazetë angleze une, dhe mas 2 dite ke ardhë veti 4. E ke pyet, djallin e vllau tim, a ka i meri revolje. Qka të vyka ajo ty, Milajm? Ato e din të ministria, ajo është e ditur. Qka të vyke ty ajo? Edhe s'mu ke lajmru kur, djallit ja kishte dhënë një telefon fals, s'mu i ta me të marë kur, kurse ma vonë më pranove që je kontë unë. Milajm, te traftove dhe atë shokun, që ta dha telefonin me folë me mu për herë të parë. Letrën që ta dërgoja i ty të spari a qove Recep Selimit. Po pastaj edhe në shtyp, ja qove Bajrush Morines ku mund these Bajrushi për rënë sa është i madhë, Bajrushi tha, valam vjekesh sa për njeri rëna cak i madhë. Ti, Milajm, flet për gazetareskët. Ti, gazetareskët, ma i poshtër, se ti, ma rëndë, se ti, jënë Kosovë veç në botë nuk ka. Milajm, ti bonë rëna shumë, edhe gjatë intervistës time. Ti the se ajo ish zonjush, tash zoj, nane 2 fëmijëve, gjeja në paska rejh me thupër, unë e thupër s'kum përmen fare. Unë këmë thonë, ajo ish zonjush, në ka rejh me shtagë, por ti the tash ajo nane 2 fëmijëve. Unë e bab, i të djeve isha në të kohë, edhe isha gjysh i 2 nipave. Milajm, edhe ta shokët e mi, që hangrën shtaga nga ajo atëhere, ishin babalar shumë fëmijëve. Milajm, nuk o puna të ajo, unë ato e kumë përmen shpesherë, edhe në Ulex, edhe në Nmik, po vetëm me amin, kur mbi amin s'ja kun dit. Milajm, nuk është krejt që është ajo fajtore, unë e kërkoj kush që ndroj masaj që të në rofa e neve. Ato e kërkoj unë. Atëherë s'ja kun dit mbi amin, se më kanë pyet gjithmonë për mbi amin saj, tash ja di, unë s'kërkoj asgjë tjetër, vetëm drejtësi. Vetëm drejtësi. Milajm, ti the se gjaja unë pas në thonë 16 vite më radhë që Hashim Thaçi që ndrënë mas vrasjes vllaut tem. Milajm, rejte sa je i malë. Se kur s'kum thonë Hashim Thaçi që ndrënë mas vrasjes vllaut tim. Kum thonë Hashim Thaçi e din, janë intervistat, janë gazetat. Këtu me rejt nuk mundesh. Unë këtu akuzoj njëherit edhe Isa Mustafën,
si ekzekutiv, qysh i lejon këto rrena, këto dallavere. Kur Vebi Kajtazi foli veç 2 fjalë për vllajën e tij, ai e kërcënoi Vebi Kajtazin, një gazetar të famshëm. E këtu dele flet rren shpif për presidentin Isa Mustafa Shun, hesht. Po unë e di pse Shun ai. Isa Mustafa është përgjegjësi 3%. Isa Mustafa duhet me dhënë përgjegjësi për korupcion për 3% që çka boni me ato para. Ti mi lajem, rejte se Hashim Thaçi qëndron, jo kurjo. Une, si sot që përkroj Hashim Thaçin për zbulimin e vrasjeve, gjatë lufte dhe mas lufte, që ai burr mor guximin dhe disa herë thirri drejtësinë që të hetohen këtë vrasje, unë e përkrohja ata. Po sikur edhe ti t'ishe dalë me lejem, kisha përkrohja edhe ty. Po sikur edhe Recep Selimi, po çdo njonin prej tyre i cili të kesh marrë këtë guxim me dalë me kërku këtu, të hetohen, unë e kisha mi përkroh. E Milajem, ti duhet me mbledh men një herë për gjithmonë, mu largu për këtyne trillimeve, për rrenave, për poshtërcinave. Milajem, unë ty asgjë në jetë s'kum bo, as kur s'kum nis me dalë me këto fakte që sot dola. Milajem, unë jam i gatshëm me t'i pru njerëz, edhe me ta thonë në sy, qysh t'kanë qitë jashtë me çfarë kushti je dalë në atë kohë ti jashtë. Milajem, ti je vetëm një tradhtar. Vetëm një tradhtar. Milajem, ndërkombëtar të herë po ta përsëriti. Dë bojnë lafë, të akuzojnë ty që ti je një ndër vrasit e Ahmet Krasniqit, ministrit mbrojtjes, Nipit Aziz Zhilivodis, komandant luft Shaban Polluzhës. Milajem, edhe në Shqipni po është lafë, që ti qëndron në këtë vrasje. Milajem, je shumë i pandershëm, je i paftyr me një fjalë ta them. Edhe hiq dorë nga intervistat e mia, çka kom fol, fal shlirë, çka s'kom fol, mos rrej, sa është poshtërci për ty. Është poshtërci. Historinë time nuk më në nxin ti. Historia ime është 200 vjeçare, çka unë e di prej atëherit e këndena. Milajem, ti thesa ajo zoj, njusha atëherë së zoj, ka ardhur me luftue, Milajem, unë jam veti nëndi veteran në familjen time. Ti këta rrallë kje dikon në Kosovë. Veti nëndi jam veteran, Milajem. Milajem, kemi punua shumë për Kosovën. Kemi punua shumë për kombin. Milajem, nuk më një nëzim ti këto. Milajem, ti bënë thirrje që mos t'i përmenim, mos t'i akuzojmë deknit. Milajem, më falë. Nuk o puna që i akuzojmë vdeknit. Po, ajo ishtë ashtu. Ka ardhur koha Milajem, u bon 18 vite. Ka ardhur koha t'i tregojmë popullit drejt, mos të rrejmë popullin, mos t'i bim popullit thik mas shpine. Milajem, ti kërkove që ne t'i lajmërohëm prokurorisë. Qëre Milajem? Me konë ku më bashkëpunu. Policë të Uleksit, prokuror të Uleksit. Qëri mirë, që edhe një faqe kësa është Milajem. Milajem, unë nuk jam nalë kur, 18 vite në radhë, kur s'kum rejnë, vetëm realitetin e kum tregu. Milajem, edhe me prokuror tanë, me Ismet Kabashin, me Syl Hoxhen, me kryetarin e gjykatës, Enver Petin, me të gjithë këtyne u kum shkru, me të gjithë këta kum punu, por mjerisht ka hasë gjithë një vesh të shurve. Sot, kur thret presidenti Thaçi për të hetua këtë raste, këtë vrasje heshtin gjithë. Pse Milajem që i përkrahë? Pse nuk po i thu mire ko presidenti Thaçi? Sikur çdo njëri prej tyne kish thirrë me hetu vrasjet, unë kisha thonë mire ka dhe isha me ta. Po ashtu jam edhe me presidentin Thaçi, shumë hap të madh burror ka bërë. Këtu janë Milajem përmbi 60 vranë, 14 janë të tentim vrasje, rrahje, burgosje, kutadion. Milajem, ti si mas gjasave tuk po hesht edhe po tutësh që Thaçi po i thret me i hetu vrasjet, je ka tutësh diçka. Mos ti akuzë edhe për ngjeti. Milajem, ti the se Recep Selimin nuk për mbroj. Ti u munove me mbrojt Recepit, ti i bone skandal Recepit shumë. Më të pirove që t'ja njehi Recepit edhe disa tjera çka i dim të gjithë. Recep Selimi
tha se në atë kohë kur u vraha ki i meri, është konë unë mike edhe të fori përgjegjës. Pse e konë ti minister i Renit, i cilit Ren e konë ti? Pse the Recep që nuk i lajmëru të nahet, që shtim lajmëru gjë? Recep unë jem lajmëru në Skënderaj të Samilushtakut të Mekeja, 2 orë këm nejt aty edhe tonë theshin që këto është s'ka desh më pranu me full me mu. Këtë këm lajmëru dhe në tjera intervista. Recep, edhe të sajt Jashari e ke pas komandant policisë Skënderajt, e ke pas policinë, e po ministri Renit, kom nejt 2 orë për para të gjithë më theshin që këto s'ka desh më pranu. Kurse sajt Jashari, e ka thirë në telefon apo i ka që njeri miftar shqerimit, që të vjen të tregon të Herbinoku të shkëmër edhe ki djallin e vranë në malë Aqarev Kopiliq. Sot është dëshmitari që e din këtë punë cak që Sahit Jashari e ka thirë edhe i ka thonë shkëmër e djallin e vranë. Pse? Ka në 2 ora, Sahit Jashari dhe Samilushtaku i këshin dërgu 4 policë të të hershëm edhe i këshin verifiku haki i merin që hakiu është i vrarë aty. Ata policë janë ndosje memen me mbjemen, polici i unë mikit Amstropoli Danez ma ka pru nodën time dhe mi ka lezu emnat të tyne, edhe për qeshtje hetërësie, ata janë ndosje edhe i ka prokuroria. Recep, ne kemi lajmruhe, ty s'ka pëlqy, ti e ka minister i Renit, ti u duh me i ditë këto punë, mos ja leon mikit, pse ishe atëher minister i Renit? Recep, i mund punë për para me ndu që zotin altë dhe ju poshtë dhe kur ndryshë s'bëhet. I thu veti luftetar, ishe dalë në gazet aty me një qonë, në kranë tesh aty që kesë. Po marë është gjyna me i kesh përdojë, tesh aty u që kesë. Recep, ku liftuve? Recep, cilën masakre e mbrojtje? Recep, a i një mëva dhe mjashari. Recep, a mbrojte ne i shpi mos mu kallë në Kosovë. A mbrojte ne i masakre mos mu po në Kosovë. Ku është ofenziva jote që more që luftove kundër Serbisë për të pështu shqiptarë për të pështu Kosovën? As kundër Recep. Ofenziva jote është mu pasuru. E more si losin klin, edhe shumë e shumë tjera dhe 100 hektar, me qka i more Recep? Ku i more Recep? Qysh? Pse të takun ty ato? Recep, ti je përgjegjës në atë kohë për vrasit që e në bo gjatë periudhës që ti ishe ministri i Renit. Recep, truproja jote, ata 3 që shku në bod atentat në Fetahrudin, që sot është në Kolic, në Vjekeq, ata i myti kamioni tanë që ata e në konë truproj e jotja. Ti e din këtë punë mirë. Recep, është inqizdimi, është telefoni që ke folë ti, ke thire hëqët atë. Me nërë me thonë, atë mëtë ke thonë. Ka thonë polici, kush jeti? Ke thonë Recep i Brejan. Recep, je marrë me të liga shumë, zotin nuk t'i falë, po unë këtë punë ja kemi lonë drejtësis, nesë po kërkuj mas gjatë tjetër, vetëm drejtësi, edhe drejtësi. Recep, shumë marrë e madhe ishte kjo. Unë befasohem Isa Mustafën, që Isa Mustafa nuk për këtë punë nuk merret absolut për rena, për shpifje, për këto është ekzekutiva, i duhet pak më marrë me këtë punë. Milajn Zeka ka venin në burg. Si mund me thonë Milajn Zeka që one, kom akuzu 16 vite më radhë, presidentin tha që se ajo është qëndron në zvrasjes vllajt tim. Kur s'kum thonë? Kum thonë gjithmonë që e din, shumë e din. Por presidenti tha që mur hapin e duhur dhe po i kërkon vrasjet më zbuluhet si gjatë luftës, si pas luftës. S'po ju pëlqen as kujt, s'po i pëlqen as Isa Mustafës. Isa Mustafa i shfrytëzon këto raste, i shfrytëzon vrasjet në Kosovë vetëm për votat e tij. Isa Mustafa tha se vrasja Xhemal Mustafës veç është në prag edhe çështje ditësh. Luan me ndjenjat e familjes tina edhe ajo dul rem, nuk le vriti heq, ku shumë ato ditë u përfol që do të jetë Recep Selimi. Isa Mustafa ja përmen Ramush Haradinit Radinici. Mos e ngocë Ramushin, se Ramushi i ka dhonë 3 vlezër për Kosovën. Qka ke dhonë ti, Is ti veç e ke plashkit Kosovën. Ti 3% që nuk u përgjigje kur. Kur të kanë thonë se ku janë që të para, ke thonë kanë vdekë si heroi.
telefon $14.000 kur s'kum një qikon në botë, unë s'kum një, jam një njeri thjesht, është e pa dalun, ti telefonin $14.000, me shka more, kush ta bleu? Është marrinë e madhe. Për krahë presidentin që të zbulohen vrasjet, se atë ditë që presidenti shpalli vllaun tim Herot Kumbit, vrasit metën automatikisht tradhtarët Kumbit. Po atë ditë, në spotin e mramjes, në lajmet mramjes që dole i tubim, dole Aleksandr Lumezi dhe tha, për para se del tubimi vllajt tim, në televizor në rreth e ketë Kosovës, dole Aleksandr Lumezi dhe tha, se vrasja e aktivistit Ledekes Haky Mirit edhe shumë tjera që janë ta duhen të hetohen. Ku unë falenderoj shumë Aleksandr Lumezin për këtë hap të duhur që e ka morë raj. Edhe besojnë Zotin që do t'i shohin punët edhe koha ka ardhur me i tregu popullit kush janë tradhtar, kush janë shpiona, kush janë vrasës e të gjithë, kush qëndrojnë mas vrasëve, kush ka vjedh, kush i ka bërë këtë punë. Popullit duhet t'regu një ditë. Nuk ban me apsjell popullit të sene se ti pëthu i thrast, i këshilloj që të shkojnë në prekurori, jo milajem, në kofsha one, në rrugë keqe, në dish diçka për mu kalzë shlirë, dhe të di populli ku shemon, por unë për ty po kalzëj hap të zi. Ti, milajem, je konë shpion i servisë. Ti je sot tradhtar. Mirë ta thet kryetari i drenasit që thet, milajem, je tradhtar. Milajem, ti s'le konë pa tradhtu. Milajem, në gjuhën tonë e banalet, fleqë në për internet, në për Kosovë. Ku bëhen dy shqiptar bashkë, njëri i qenë selam nanës, është shumë dëm i madh për ty. Është shumë dëm i madh me të pa dikush shef në Prishtinë ty. Pra, unë e kisha thonë që fillojnë hetimet për vrasjet, edhe kthehen pak këtu ata gazetarestët sikur ti Milaim që janë, shembull e marr, mas shpalljes Herod vllaut tem, shkrujti një gazetare, po gazetare në botën sot, tha se po bëhet tregti me gjakun e Haky Merit. Me siguri jo, nuk bëhet tregti me gjakun e Haky Merit, se Haky Meri i ka 2 vëllezër edhe i ka 15 nipa. Na jemi edhe shumë e shumë tjerë, jem 30 moshkuj, aty nuk ka luj. Aty nuk ka luj. Po a ke gazetare boni atë gabim të madh. Unë jam i Meri, i cili për botën sot kom shkru 18 vite më radhë. 18 vite më radhë janë i shryje pe intervistave të mija, kanë morë guxim pe intervistave të mija. Sot, me dollë një gazetara, po gazetara aty edhe mi përdur, këtë titull në gazet, është dëmë për botën sot. Kthehen tu analistët e botës sot, një Recep Shoha, ku shra i burë, që pjedika që i Meri e fali gjakun e vllajt. Kujt ja fala unë gjakun e vllajt? As kujt ja fala, se kërkoj askush, nuk e kërkoj askush. As nuk ja fala kujt, as do t'ja fali kujt. Gjithmonë jam në kërkim e sipër. Vrasit i di, i përmen apet. Vrasit janë, tret lap janë. Është Naim Kadriu, që e ka morë me kërë, ndërsa vrasit janë Agrën Sulemoni dhe Abnifeta. Milaimi ka thonë pëse po i përmenjëm dekun. Po ata jenë konë, tjerë nuk mëj me morë në goj, ata jenë konë, ata mi ka tregu Miki, ata mi ka tregu Euleksi, ata mi ka tregu policia jonë, shqiptare, me të cilët kam me të vërtet bashkëpunim të mirë dhe i falenderoj shumë. Ata janë. Po Milaimi t'i dhenë, mu tregu këtë sende haptës, se Milaimi vje keq, gjithmonë përmenet të ndërkombëtar për Bacin Ahmet. Është njeri i madh, ish ministër i mbrojtjes Kosovës. Po sa i qeli syt ushtria Kosovës, mi ovra ministrin, që Baci Ahmet thejke me vullnetin e mirë djeme, e të popullit Kosovës, do të kthejmë teritorin dhe i të mollat e kuqe, kur si harroj këtë fjallë që edhe sot më shqethet trupi kur i përmend. Atë burë u vra në mesin e të zemër Tiranës, aty përmenesh ti Milaim. Milaim, kur gjë e bardh për ty nuk përmenet. Shumë keq është. Tash, qaj e Recep Shoha kush ja dha atina atë informacione pas në falë gjakun e vllajt. Unë se kum falë gjakun e vllajt,
se ka kërku. Kush mi falë gjakun e vllajt, une nuk nalem, unë punoj edhe me gjykatën speciale, edhe që sot nuk jam kryetari i shoqatës Thirrje për drejtësi, une do të punoj për vllajin tim, do të punoj për gjithë të tjerët, ashtu që shkum punu deri sot, për zbardhjen e të gjitha vrasjeve. Kriminalët nuk i vynë Kosovës. Shpionat nuk i vynë Kosovës. Duhet ndëshkuat këta. Më vjeke shumë që i ndodhen këto Kosovës, që populli nuk i ka prit, populli ka mendu krejt ndryshe, dul diçka krejt ndryshe. Milaim, edhe një herë ta them, mos u merr me mua, nuk ke arsye fare, për unë hi edhe ma thellë, ku ti nuk meriton me nejtë në Kosovë ma. Kam edhe pak për thonë, Milaim te akuzove Baton Haxhiun. Baton Haxhiu për ty është mret. Baton Haxhiu është krenaria e Kosovës. Baton Haxhiu me ato lokalet mëdhaja televizorit Klan, Baton Haxhiu me ata 230 vetat punësuar aty dje me vajza që u pagë, Baton Haxhiu është krenaria e Kosovës. Ti nuk mundesh me folë për Baton Haxhiun. Milaim, te s'ki kur gjanë, te ki një gjesh ngoj një mrapanis, ti je shumë i dërë, ti nuk je njeri fare, ti për Baton Haxhiun nuk mundesh me folë, ti kur të përmen shemni në Baton Haxhiu dohet më qunë kamë. Ketë desha ta thamë, që ti s'ki asgjë tjetër, veç një gjesh ngoj një mrapanis.